Se na nuk e kemi në plan me i pru autobusat dhe kamionat edhe me i marrë njerëz me i largu pi Kosovë me autobusa. Na kemi mundësi dhe kemi nevojë veç për me e ditë se ku qëndrojnë ata njerëz. Të gjitha të tjerë shkojnë ngadalë. Në Kosovë pritet hy në fuqi ligji për komunikacionin, që nuk kupton se automjetet me targa të huaja nuk do të mund të qarkullojnë më shumë se 3 muaj, ose mbi bazën e autorizimet. Po ashtu pritet të hy në fuqi edhe ligji për të huajt, pra mbi bazën e dokumenteve personale, që nuk kupton se ata cilët nuk janë të pajisur me dokumentet e Kosovës, do duhet të aplikojnë brenda 72 orëve për leje qëndrim. Për Kallxo.com, Veton Elshani, zëvendës drejtori Drejtorisë Rajonale Mitrovic-Zverit Policisë së Kosovës, ka konfirmuar se policia këto hapa do t'i ndërmerr atëherë kur do t'i ketë instruksionet nga Ministria në detyrë e punëve të brendshme. Ligji për komunikacionin tek automjetet, specifik e ka tek autorizimet, në kupton që ne qytetarë i Kosovës po zomë nuk ka mundësi me vozit një vetur me targa të Gjermanisë me autorizim. Përpos nëse ka pronojnë e veturës në veturë. E njëjta është këtu, që do të thotë një shtetas kosovar, i cili është i përkatësisë etnike serbe, nuk ka mundësi me vozit një veturë të Serbisë me autorizim. Përpos nëse ka lejen e njoftimit të Serbisë edhe ka dy shtetësi. Ligji për të ujtë nënkupton specifikacionet operacionale, që do të thotë një qytetar nëse vjen për me punu në Kosovë, fillimisht du të më ardhë me u lajmëru në polici, mana 72 orëve, plotësohen formularët, mandej ai vazhdon me procedurat e tjera tek Ministria e Punëve të Brendshme për qëndrim të përkohshëm, në mënyrë që ai mandej me pas të drejtën me punu. Mund të jetë për bashkim familjar, mund të jetë për ndonjë veprimtari tjetër, për shkollë, për edukim, për diçka tjetër. Po nëse flasim për autorizimet e automjeteve, atëherë ligji përcakton që ose ka mundësi me dhënë vrejtje, ose ka mundësi me dhënë gjoba, që është 200 euro, për veturat e cilat voziten pa autorizim. Qysh ka ndiku ligji për komunikacionin të komunitetit serb? Ka pas ankesa prej kur është diskutuar që do të hyjë në fuqi? Kemi pas ankesa, mirë po edhe ka mirë kuptim, për arsye se dinë gjithë që ligji do të implementohet në territorin e Kosovës, ne nuk kemi të folë për Serbi, jemi të folë për Kosovë. Kemi disa probleme me disa qytetarë të tjerë për punë të dokumentacionit më shumë, që nuk kanë pas mundësi me marrë dokumentacionet të Republikës Kosovës për arsye se kanë lindë në Nish, po zonë, mirë po jetën e kanë kriju këtu, po nuk kanë dokument të Republikës së Kosovës e as të Serbisë, të shtetit serb që ne e njohim, kështu që ato probleme janë më shumë probleme politike dhe duhet të vinë të zgjidhen nga politika. Se na nuk e kemi në plan me i pru autobusat dhe kamionat edhe me i marrë njerëz me i largu pi Kosovë me autobusa. Na kemi mundësi dhe kemi nevojë veç për me e ditë se ku qëndrojnë ata njerëz. Të gjitha të tjerë shkojnë ngadalë. Si diçka që do t'u shkaktoj humbje në aspektin financiar, e shes zbatimin e këtyre ligjeve një nga qytetarët e intervistuar nga Kallxo.com. Po del punë, duhet me kry procedurat, atëherë po duhet me pague, po duhet të dim çaja problemi, s'po ditë për farë sebepi po bëhet kjo punë, çka po don me arrit me këtë punë. Ndryshe, lista serbe njoftoi më 14 janar se ka zhvilluar takime me përfaqësues ndërkombëtar lidhur me zbatimin e ligjit për komunikacionin dhe ligjin për të huajt, duke potencuar se ka hasur në mirëkuptim, por se nuk ka marrë përgjigje ndaj kërkesave të saj. Ndërkohë, pala serbe cilësoi këto masa si hapa të rinj për shkallëzues. Madje, paralajmëroi se nëse Bashkimi Evropian dhe grupi Quintit nuk reagojnë, Beogradi do të detyrohet të shqyrtojë një përgjigje politike dhe ligjore.